Jo më kohë, ja thash dhe Klodit më parë që je mjeshtër i flirtimit dhe lojën tënde e ke ndërtuar mbi flirtim. Unë mendoj, po ky është vetëm mendimi im, që u bë një kohë gjatë që Klodi nuk del me londrimin në klipe në Prime. Është gjë që ai e ka mbajtur vath në vesh. Është kjo situata që thua ti. Dhe plus ka parë që Eliona është goxha e pëlqyer nga publiku sepse ka dalë preferuar e tjerë me radhë. Dhe unë mendoj që ai ka ndryshuar lojë totalisht. Prandaj unë mendoj që ai e ka lojë me londrimin, nuk e ka një misi aq të vërtetë sa ç'duket. Nën Z mendoj që londrimi e ka kuptuar këtë gjë dhe nuk i vjen mirë absolutisht. Sepse Klodi nuk po tregohet koherent në besën që i kanë dhënë njëri tjetrit për misinë dhe për aleancën e tyre në lojë. Kështu po e quaj unë. Është një diskoherencë nga ana Klodit, sepse ai kërkon të mbri patjetër të jetë i pari dhe kërkon të mbri sa më gjatë dhe të jetë faktori i rëndësishëm në shtëpi. Tek londrimin e shoh shumë më të përfshirë në këtë marrëdhënie, e shoh shumë më vulnerabël në këtë marrëdhënie, kurse Klodin e shoh deri më tani të paktën e shoh shumë të kalkuluar dhe lojtar.